إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salam deri në ditën e Kiametit. Vëllezër të ndershëm besimtar, sot këtë ditë të bekuar të xumës vendosa që të thënë disa fjalë në lidhje me vlerën e 10 ditëve të para të muajit Dhulhixhe. Ne gjendemi para dyrëve të ditëve të begatshme e që janë 10 ditët e muajit Dhulhixhe, të cilëve ditë Allahu xhaleshanuhu ua ka ngrit vlerën dhe vendosin mbi to mirësi shumëta për robërit e tij. Nuk ka dyshim se jeta e besimtarit, jeta e besimtarës e gjitha është mirësi. Nëse shfrytëzon këtë mirësi në ibadete, në adhurimin Allahu xhaleshanuhu dhe në punë të mira, në vepra të mira. E tër jeta është mirësi që në kohën kur e arrin pikurin ose pilikin, si që përdemnin e, dhe deri në momentin kur Allahu xhaleshanuhu vendos me amor shpirtin. Ajetin që e lexova pak më herët, përkatësisht ajetet që i lexova para jush, gjenden në surën Al-Fajr, ajeti i parë, ajeti i dytë dhe ajeti i tretë, ku Allahu Dhul Jalal na drejtohet dhe thotë wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr. Pasha agimin, pasha 10 netët, pasha çiftin dhe pasha tekun. Allahu xhaleshanuhu betohet për agimin. Allahu xhaleshanuhu betohet për këto net. Allahu xhaleshanuhu betohet për çiftin, për tekun. I kemi shpjeguar edhe më herët se betimet e Allahu xhaleshanuhu kanë vlerë shumë të madhe. Allahu xhaleshanuhu kur betohet për diçka, ajo është shumë me rëndësi te Allahu xhaleshanuhu. Ka vlerë të veçantë te Allahu xhaleshanuhu. Diçka është e jashtëzakonshme te Allahu xhaleshanuhu që betohet. Në këtë rast, shumë dietar të tefsirit, si Ibn Kathiri, Ibn Abasi e shumë të tjerë dietar kanë shpjeguar se 10 netët në këtë rast i referohen dhe ditëve të para të Dhulhixhes, në të cilën jemi edhe ne duke i shiju, duke i përjetu të ditë të në vendet tonë. Në një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka ditë
në të cilën veprat e mira janë më të dashura tek Allahu xhaleshanuhu se sa në këto ditë. Sahabët, shokët, e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a as gjihadi i cili bëhet në rrugën e Allahu xhaleshanuhu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, as gjihadi në rrugën e Allahu xhaleshanuhu, përveç një njeriu që del me pasurinë dhe jetën e tij dhe nuk kthehet ma zonë të shtëpia e tij. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu. Ky hadith, vëllezër të ndershëm besimtar, na tregon qartë se këto ditë dhe këto net kanë pozitë shumë të lartë tek Allahu xhaleshanuhu, saqë veprat e mira në to janë më të dashura tek Allahu xhaleshanuhu se në ditët e tjera të vitit. Gjithashtu, Imam Ahmedi transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka ditë më të mëdha, më me vlerë, më të preferume te Allahu xhaleshanuhu për me bo veprat mira se në këto ditë. Për këtë arsye, përmendni shpesh tehlilin la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, tekbirin Allahu Akbar, tahmidin elhamdulillah. Më thonë, vazhdimisht besimtari kështu duhet ta ushqije zemrën e tij, gjuhën e tij, gojën e tij, gjymtyrët e tij. Por këto ditë të Dhulhijhes, besimtari dhe besimtarja i shtojnë këto dhikre, e hieshojnë besimin e tyre, imanin e tyre me këto dhikre. Në këto 10 ditë, vëllezër të ndershëm besimtar, gjendet dita e Arafatit, i cila llogaritet dita më e mirë e vitit. Për këtë, në një hadith të cilën e transmeton Imam Muslimi, thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjëherë më shumë njerëz nuk lirohen nga zjarri i xhenemit se sa ditën e Arafatit. Arafati, vëllezër të ndershëm besimtar, është dita më e mirë me lexu Kur'an. Ata që janë në Arafat, atë ditë falin namaz, lexojnë Kur'an, bëjnë dua, sepse gjenden mu në vendin ku pranohen duat nga 4 anë të botës, besimtar, nga të gjitha pozitat, nga të gjitha ngjyrat që ekzistojnë, gjenden në Arafat, përveç ata që janë privum. E dim se kush janë privum edhe këtë vit: besimtarët e Palestinës, besimtarët e Gazës. Ata padrejtësisht janë privum që mos jenë prezent edhe në këtë Arafat, edhe këtë vit. Bashkarisht e lutem Allahun xhaleshanuhu që kjo gjendje sa më shpejt të përmirësohet tek ata. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me Arafatin ka thënë, hadithin e transmeton Imam Ahmedi: el hajju Arafa, haxhi është Arafat. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, duaja më e mirë është duaja që cilën e bëjmë në Arafat. Mirë po ne që si vjet nuk jemi në Arafat, çka të thonë? Allahu xhaleshanuhu na e ka mësuar edhe neve ta shijojmë Arafatin.
të agjërojmë këtë ditë. Të jemi nga ata të cilët të agjërojmë, me agjerim të presim këtë ditë. Me lexim Kuranit të presim këtë ditë. Me dhikr të presim këtë ditë. Me sadaka të presim këtë ditë. Me punë të mira të shumta të cilët mund t'i bojmë këtë ditë. Sepse ditë e cila nuk përsëritet, ditë e cila ka begati shumë të mëdha. Siç e dim, agjërimi është një lloj veçantë i ibadetit, i adhurimit, dhe për këtë arsye Imam Muslimi shënon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për agjerimin e ditës së Arafatit na ka porosit. Unë besoj se Allahu për agjerimin ditën e Arafatit do t'i falë gjunahet e vitit kalum dhe vitit tashëm. Ku ka ma begati se kjo, vëllezër të ndershëm besimtarë. Secili nga ne kemi gjunahe, secili nga ne kemi mëkate, secili nga ne kemi mangësi të panumërta. Andaj ta shfrytëzojmë ditën e Arafatit në agjërim dhe shpresojmë që Allahu xhaleshanuhu na i pastron, na i fale gjunahet tona. Gjithashtu në muajin Dhulhixhe, vëllezër të ndershëm besimtar, në 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe, Allahu xhaleshanuhu e ka bë farz, e ka bë obligim kryerjen e haxhit. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thonë: haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Dhe shpresojmë të gjithë ata të cilët gjenden sot në Qabe, gjenden në Mekke, edhe për ato sot është ditë e Xhumë, ato para nesh, vetëm se fillon ta falin namazin e Xhumës, nuk ka begati më të madhe, vëllezër të ndershëm besimtar, për një besimtar dhe për një besimtare, që ta kryjnë këtë ibadet të madh, këtë kusht të madh të fesë islame. Gjithashtu, vëllezër të ndershëm besimtar, në muajin Dhulhixhe ne kemi edhe theljen e kurbanit. Dita e 10 e Dhulhixhes është dita e parë e Kurban Bayramit. Derisa besimtarët që gjenden në haxh, ne këndej që kemi mundësi e kryjm theljen e kurbanit që në mezhebin ton Hanefi është vajib, për të cilën e kam lënë qëllimisht që ditën e Bayramit inshallah special do të shpjegoj në lidhje me kurbanin, jo që nuk i dim, po gjanat të cilët nuk i përdorim shpesh, mund edhe t'i harrojmë. Do t'i përsërisim ditën e Bayramit, pasi që falet namazi sabahit, të gjithë ju që keni interesim, urdhëroni një nga një secilën temë, do t'a prekim çka ka të bëjë, çka ka lidhje me kurbanin. Sepse janë gjona që i harrojmë, po edhe përsëritja çdo moment se na ban dobi të gjithë neve, fillimisht mund ban dobi, pastaj edhe gjuhëve ju ban dobi. Nga se jetojmë me një kohë në të cilën mirë është secili prej nesh, vëllezër të ndershëm besimtarë, të more dije nga burimi, mos more dije nga disa rrjete, çati, ChatGPT, ato nuk kam gëzu kërkon, o vëllezër, ato mbledhin informacione, ato të bojnë informacione, veç kalmet me unë gjitë imin mëlla qati, mëlla ChatGPT-ja, veç ki imen ju mungon t'ju vendosën. Vëllezër, Islamin këto të roje ekziston bi 500 vjetë, 600 vjetë.
Hoxhallat që i kanë pas këtë troje, nuk përsëritën. Hoxhallat që i kanë pas troje shqiptare, nuk përsëritën. Kur së një mrinja të hoxhallar, one kur së një mrinja të hoxhallar. Ato e kanë ditë shumë mirë si me spjegu, shka me spjegu të xhamati vetë, e kanë njohë xhamatin e vetë. Du të dalë këto vëllezër të ndershëm besimtar. Sot, fetvajat ndryshme, besojnë që edhe na si hoxhallar kanë erë koqit mi në almi. Në almi, të dole be, shtu be keq, ku e nëzirën këta. Dur një fetfa që edhe ju e dini, zban me i prej flot, zban me i prej thojt, zban me i qith mjekrën, ata që therin kurban. Na i takojmë shkollës juridike hanefite, ne jemi në mezhebin hanefi. Nuk e kundërshtoj as një mezheb, as do të kundërshtoj kërkushi prej neve, i pranojmë hak, edhe 3 mezhebe tjere, edhe malikit, edhe hanbelit, edhe shafit. Mirë po do të dalin si bora dhe thënë se në këtë mezheb ashtë kështu, në këtë mezheb ashtë kështu. Edhe xhamati ju ne kuptojmë dhe e morin nëse dënë me morë. Ama ju thuhet se mos prejni flok, mos i qetni flok, mos i prejni thojt, dhe e të ndashëm besimtar. Kjo, si pas mezhebit ton, vazhdon vetëm për ata të cilët gjinden dhe janë duke i kri haxhin. Për ato ndalohet edhe me gjithë dishka uvës me morë. Për ato ndalohet edhe mizën me mitën, ose miskojnë me mitë. Për ato ndalohet edhe një gjeth me këputën. Janë ndalesa që i një hram, që i dim krejtë dhe nëse kemi nevojë do t'i përsërisim vazhdimisht. Kurse si pas mezhebit ton, neve nuk nash ndalu qithja, prerja thojnëve, të ditë të 10 ditëve të Dhulhijhes, ata që kanë vendos të therin kurban. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka ditë me të cilën veprat e mira janë më të dashura tek Allahu xhallahu xhanuhu se sa këto 10 ditë. Qethja e flokëve, prerja e thonjve, për thersit e kurbanit, gjatë këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes, sipas shumicës së ulemave, shumicës së dietarëve, sipas neve hanefive, nuk është ndalume. Ata që janë hanbeli, ata e shohin të ndalume. Hanbelit e shohin të ndalume. Mirë po, unë se di, në xhamin tonë hanbeli s'kemi. Në trojet tona, që tu ku jetojmë në hanbeli s'ka. Le të ketë. Nuk ka penges, le të ketë. Ama duhet të kemi kujdes në fetva të cilët i japim, sepse shpesh herë ndodh që edhe i ngatrojmë edhe ato meselet të cilët i kemi shpesh herë edhe ngatrume, sepse e ka ma herët. Ne kurbanin nuk e therim tan vitin. Kurbani është obligim, është ibadet i cili e ka kohën e caktume. Theret për një qëllim caktum. Na thermi hajvanat mrena vitit, ama kurban se ka emin aja. Gulja nuk mundet me pas emin kurban. Ose mishnat e tjerë se kanë kurban. Kurbani e ka kohën e vetë, vëllezër të ndershëm besimtar. Prej ditës së parë të bajramit, ma që të falet namazi i bajramit. Me bo me therë kurbanin para se të falet namazi i bajramit, nuk ka kurban. Së është kurban, aja është mish. Deri në ditën e 3 të kurban bajramit. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, ne këto ditë do të shtojmë edhe disa tekbiret të shriki, thënë gjuhën arabe, cilët janë vajib të thuhen, prej ditës së Arafatit. Sipas kalendarit islam, tek ne, dita e Arafatit i bjen
ditën e martme, të 26/5/2026. Dhe këtu a përcjellni edhe gjinisë femnore. E kanë vajib pas çdo farzi me e thonë tekbirin. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, dhe lillahi lhamd. Kjo thuhet 23 herë. Ditën e Arafatit 1, ditën e parë të Bajramit 2, ditën e tretë Bajramit 3, ditën e katërt Bajramit deri në namazin e iqinis. Bojnë 23 tekbire. Po ndodh që habitemi, që se kemi, më thonë, nuk e kemi adhurim, ibadet përditshëm, e ki falë namazin, një që ki shku, kur të mtekët, këtë tekbir e thotë. Kur të mtekët, e përsërit këtë tekbir. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, ashtu si që thash dita e Arafatit ka me qenë me 26/5/2026 e martë, ata që vendosin me agjeru Ramazan, syfiri për tek ne është për orës 2:56, ndërsa iftari është 8:04 minuta. Allahu xhaleshanuhu o abof kabul. Kurse dita e Kurban Bajramit është me datën 27/5/2026, që i vjen dita e mërkur. Namazi i sabajt falet sipas takvimit në ora 4:29, kurse namazi i Kurban Bajramit falet në 5:44 ose 15 dakika 6. Inshallah Zoti është razi. Apeloj të gjithë ju që keni të paqartë diçka rreth Kurbanit. Jam dispozicionin tuaj. Numrin e keni dhe të shënum atje te tabla. Po kërkojnë edhe pikëshilltarëve numrin. Vëllezër, boll fjalë për ibadetve. Kurbani është ibadet. Mos ta bojmë shkeli shko punën. E thashem edhe me një emision isha dje muftinia e Shkupit të organizoj. Vëllezër, ne kur shkojmë një tesh me ble, një 7-8 i këshirmi, një 4-5 i provojmë, tesh është ka tesh. Kime e batën një 2-3 muaj, pa të kime e fugë. Te kurbani, ajde, mledhe, vnoje, mere. Jo për zgjedhe, pëse mos me zgjedhe më të mirën. Mos po të e pa paraj. Zgjedhe më të mirën. Zgjedhe atë më të mirën. Vetëm që të mirën e pranon Zotë, jo vëllezër të ndershëm besimtar. Jam dispozicion 24 orë në shërbim të juve që ta bëjni këtë ibadet ashtu siç na e kërkon Zoti dhe ashtu siç është razi Zoti. Ndërkaq vëllezër të ndershëm besimtar, do t'ju njoftoj edhe një herë për Kurban Bajram, likurat edhe mbetjet e kurbanit edhe si vjetë, muftinia e Shkupit në bashkëpunim me higjienën komunale dhe me komunën e Araqinës kanë vendosur që të bërllokët ku i kemi pas për para atje do të vënojnë kontenjer dhe atje të hidhen. Mos i fugni kamos. Mos u bëni nga ata të cilët e ki boni kurban, e ki thërni kurban edhe fuget mbetjet ku të mush. Qetja ku shije si të mush. Ose rrugës të shku në ka fugi pinxam, që be pinxam me fugë, zdrype si njeri, o ma era s'po dorohet. Po ta shollëzët të ndershëm besimtar. Baneve punën si do, atë erë se ka shkaktu që të rëkush. Va kam thonë edhe një herë, va thonë ma petë dhe sot jem gjallë ka me va thonë. Tek ne Maqedonët nuk ekzistojnë, se na imi mësu me valon fajt atelve. Na lezë. Va thonë, na ambientin e majmë pastër, na ambientin e bojmë halë. Na, dhe më thonë pineve më varët gjithë kjo. Zoti qoftë razive, alhamdulillahi, rabbil alamin. إلهي وخلاقي إلهي إلهي إلهي